Zbulohet identiteti i plotit 30 vjeçarit të zhdukur në ujërat e Përrojit në fshatin Dars të Klosit në orët e para pas mesnatës, ku një automjet tip Audi i drejtuar nga 24 vjeçari, i cili ishte në gjendje të dehur, u rrëzua në Përrua. Sipas njoftimit zyrtar, mësohet se është arrestuar 24 vjeçari, drejtuesi i automjetit që ra në Përrojin e fshatit Dars. Policia thot se 24 vjeçari nuk njoftoi policin dhe u largua nga vendngjarja, duke mos i dhënë ndihmë pasagjerit. Shërbimet e policisë dhe polumbare të Reneas vjojnë kërkimet për gjetjen e pasagjerit, i cili dyshohet se e ka marrë rrjedha e Përrojit. Rreth orës 1:30 është marrë informacion se në vendin e quajtur Ura e fshatit Dars, njësia administrative Klos, një mjet tip Audi me targa angleze ka dalë nga rruga dhe ka rënë në Përrojin e fshatit Dars. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe shërbimi zjarfikës. Nga veprimet e shpejta të kryera nga shërbimet e policisë, u bë i mundur identifikimi i drejtuesit të mjetit, shtetasi AL, 24 vjeç, banues në fshatin Fullqet në Klos. Po nga veprimet, dyshohet se në automjet ka qenë një pasagjer, shtetasi JK, 30 vjeç, banues në fshatin Fullqet, të cilin dyshohet se e ka marrë rrjedha e Përrojit. Gjatë veprimeve për zbardhjen e rrethanave të aksidentit, shërbimet e policisë kapën dhe arrestuan shtetasin AL, 24 vjeç, i cili dyshohet se pas shkaktimit të aksidentit është larguar nga vendngjarja. Ky shtetas ju nënshtrua testit të alkoolit, nga i cili rezultoi se drejtonte mjetin në gjendje të dehur, ndërkohë polumbarët e Reneas, shërbimet e policisë dhe zjarfiksit vijojnë kërkimet në Përrojin e fshatit Dars për zgjedhjen e pasagjerit shtetasit JK. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme, thuhet në komunikatën zyrtare të policisë.